O Allah, shëro çdo trup që është i mbushur me dhimbje dhe çdo shpirt që është i rënduar nga frymat e vuajtjes. O Zot, shëro të sëmurët tanë dhe të gjithë të sëmurët e muslimanëve me një shërim që nuk lë pas asnjë sëmundje. O Allah, të lutem për mëshirën tënde, mos më lër vetëm as për një çast të syrit dhe përmirëso tërë gjendjen time. Nuk ka Zot tjetër përveç Teje. O Allah, Ti je falës, e do faljen, të lutem, më fal mua. O Allah, nuk ka lehtësim përveç asaj që Ti e bën të lehtë, dhe Ti e bën çdo vështirësi dhe pikëllim të lehtë, kurdo që të duash. O Allah, çliroje mendjen time nga robëria e imitimit të verbër, çliroje zemrën time nga robëria ndaj njerëzve, dhe çliroje gjuhën time nga çdo thirrje tjetër përveç thirrjes së tauhidit. O Zot, I kemi fëlliqur shpirtrat me mëkate, andaj na bëj të mirë, na pastro përmes faljes Tënde. O Zot, bëje Kuranin pranver të zemrës time. O Zot, bëje të mirë çdo vendim që ke caktuar për ne. Erdha te Ti me gjithë hallet e mia, o Zot, duke kërkuar streh nga kjo jetë. Zemra ime është e lodhur dhe e mbushur me dhimbje. Po kërkoj rrugën time, vendin ku shpresoj të gjej qetësi. Të lutem, o Zot, mos më lër gjatë të humbur në këtë rrugë. O Zot, duaj shpirtrat e mi të dashur dhe afroje ata më pranë Teje. Nderoje ata me bukurinë e besimit, forcën e besimit dhe kënaqësinë në zemrat e tyre. Çdo hap I tyre të jetë një hap drejt Teje, zemrat e tyre të mbushen me dritën e udhëzimit dhe mëshira jote e pamas le të bjerë mbi ta. Ti je ai që u përgjigjet lutjeve dhe I mbulon me mëshirën Tënde dhe u bën të dashur atyre atë që I çon në xhenet. اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بك إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي. O Zoti ynë bujar, të lutemi nga thellësia e zemrës të na e kesh pranuar agjërimin dhe çdo vepër tonën dhe të kërkojmë falje për çdo mangësi e gabim. Ndihmën Tënde kërkojmë që të përkushtohemi ndaj Teje në 11 muajt në vijim, dhe Ty të lutemi që e gjithë jeta jon të jetë Ramazan, dhe ndarja nga kjo botë të jetë për ne Bajram.
I madhëruar je ti, o Allah, i gjithfuqishëm dhe krenar mbi gjithçka. I madhëruar je ti, o Allah, krijues dhe formësues i çdo gjëje. I madhëruar je ti, o Allah, i plot fuqishëm dhe i gjithdijshëm. I madhëruar je ti, o Allah, më i larti dhe më i madhi. I madhëruar je ti, o Allah, krijues i mrekullueshëm dhe dhurues i begative. I madhëruar je ti, o Allah, falës dhe plot dashuri. I madhëruar je ti, o Allah, që e fillon krijimin dhe e rikthen atë. I madhëruar je ti, nuk ka të parë e as të fundit si ti. I madhëruar je ti, ti e i dukshmi dhe i padukshmi. I madhëruar je ti, ti e një dhe i vetmi. I madhëruar je ti, i përhershëm dhe i amshueshëm. Nuk ka zot tjetër përveç teje. I madhëruar je ti, unë kam qenë prej të padrejtve. Dhe ne ju përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga pikëllimi. Kështu i shpëtojmë ne besimtarët. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi zotrin ton Muhammed, mbi familjen e tij dhe shokët e tij. O Allah, largo nga zemra ime atë që nuk mund ta largoj vetë, xhelozin që nuk e zgjodha, arrogancën për të cilën nuk isha i vetëdijshëm, zemërimin që nuk mund ta kontrolloj, trishtimin që nuk mund ta heq qafe, mos mirënjohjen për të cilën turpërohem. Pastro atë që nuk mund ta arrij, o Allah. O Zoti im, më udhëzo në rrugë të drejtë ashtu siç ke udhëzuar edhe të tjerë. Më jep shëndet ashtu siç i ke dhënë shëndet edhe të tjerëve. Kujdesu për mua, ashtu siç je kujdesur edhe për të tjerë. Më jep mbarësi në atë që më ke dhënë. Më mbron nga e keqja që ti ke caktuar. Ti je ai që gjykon dhe askush nuk të gjykon ty. Me të vërtet, askush nuk mund të poshtroj atë për të cilin ti kujdesesh, dhe as ta lartësoj atë që ke nënçmuar. I madhëruar dhe i lartësuar je o Zoti ynë. Nuk ka strehim vetëm se tek ty. O Allah, ndriçoje rrugën para meje dhe më udhëzo në rrugën time, sepse ai të cilit ti nuk i jep dritë, nuk ka dritë. O Zoti im, ne kërkojmë ndihmën tënde, faljen tënde. Vetëm ty të lavdërojmë për të gjitha të mirat. Nuk të mohojmë, madje braktisim dhe distancohemi nga çdo person që të cilëson me ndonjë të keqe. O Allah, ty të adhurojmë dhe vetëm ty të lutemi. Për ty e bëjmë seçden dhe për ty bëjmë çdo gjë. Shpresojmë në mëshirën tënde dhe kemi frikë nga dënimi yt. Nuk ka dyshim se dënimi yt do t'i arrijë mosbesimtarët. O Allah, më mbulo me hijen tënde atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes tënde. O Allah, bëje fen tënde të triumfojë mbi të gjitha fetë, edhe nëse e urrejnë idhujtarët. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. O Allah, të lutem për mirësinë dhe mëshirën tënde, sepse askush nuk i zotron ato përveç teje. O Allah, mëshirën tënde e shpresoj, andaj mos më lër në dorën e vetes sime sa hap e mbyll syt. O Zot, bëje të mirë çdo vendim që ke caktuar për ne, dhe na jep lehtësim andej nga ku nuk e presim. Allahumma inni a'udhu bika min adhabika yawma tab'athu ibadak. Përkthimi. O Allah, më mbron nga dënimi yt në ditën kur do t'i ringjallësh robërit e tu.